Ruar libri Si e njoh Adem Jasharin, I autorit Idris Mehmeti. Nëpërmjet këtij libri, autori, I cili është edhe bashkëluftëtari I Adem Jasharit, ka sjellë fakte dhe dëshmi të shumta lidhur me jetën dhe aktivitetin e komandant Adem Jasharit. Si e njoh Adem Jasharin është libri më I ri I autorit Idris Mehmeti. Autori përmes këtij libri shpalos shumë kujtime dhe fakte të rëndësishme të periudhës së komandantit Adem Jashari. Sa më shumë krijime që të shkruhen dhe të ofrohen opinionit, sa më shumë kujtime që rrefehen për atë periudhë, por në mënyrë të veçantë për Adem Jasharin, janë të mirëseardhura. Ndërkaq General Kudus Ilame thotë se është shumë e rëndësishme kur luftëtarët sjellin kujtimet e tyre sepse janë pjesë e rëndësishme e historisë kombëtare. Për të bërë thirrjen, të gjithë luftëtarët të sjellin përjetimet e tyre të luftës se janë pjesë e historisë kombëtare. Janë ajo pjesë që ne e kemi për detyrë t'ia bëjmë prezente kohës. Veprimtari Adem Demaçi thotë se vlera e kësaj vepre është shumë e madhe për rëndësinë që ka në dokumentimin e historisë objektive. Uroj që shembuj të tillë të ndiqen në mënyrë që të kemi kur të vijë koha ta shkruajmë historinë tonë të vërtetë, ta shkruajmë historinë tonë pa ndërhyrje politike, ta shkruajmë historinë tonë pa ndërhyrje të luftës për pushtet. Autori I librit theksoi se figura e heroit kombëtar Adem Jashari meriton një prezantim real dhe shumë dimensional. Dëshira për shkru për një pjesë tjetës dhe veprës komandantit të UÇK-s Adem Jasharit ishte shumë e madhe. Por isha pak I rezervuar për faktin se pesha dhe përmasat e veprës sublime të komandant Ademit përveç trajtimit real, meritojnë edhe trajtim profesional. Libri Si e njoh Adem Jasharin është një libër me rrëfime në rrafshin personal të vet autorit dhe në rrafshin kolektiv që përfshin aktivitetin e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës.